Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të përgatisim një ëmbëlsirë, e cila si bazë ka nevojë vetëm për 2 produkte. Është papjekje shumë e lehtë për ta gatuar, nuk ju merr më shumë se 10 minuta, por ka një shije jashtëzakonisht të mirë dhe është edhe freskuese tamam tani për sezonën e verës. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Fillimisht, në këtë recetë kemi nevojë për krem pana ose hoplla për ëmbëlsira. Në total do të përdorim 400 ml. Nëse juve ju nevojitet më tepër, mund t'i dyfishoni të gjitha masat që do t'i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj recete. Tani kremin pana e shtojmë në një enë më të madhe. Gjithçka që duhet të bëjmë tani është që kremin pana ta rrahim me mikser për 2-3 minuta derisa të troshet dhe të bëhet një krem i mirë. Vazhdojmë tani e përzijim dhe sigurohuni që kremin pana ose hopllën ta keni direkt nga frigoriferi, tjetë e ftoftë, do të troshet më shpejt. Pasi e përzijim mirë kremin dhe formohet kështu një krem i trosh, vazhdojmë që t'i shtojmë tani biskotat e bluara. Për 400 ml krem pana, duhet që të shtojmë 800 gram biskota të bluara, pra gjithmonë e shtoni 2 fishin e kremit, që të formohet bazë e mirë. Vazhdojmë tani që të përzijem që kremi dhe biskotat të lidhen të bëhen bashkë. Dhe kështu duhet që të duket brumi, pra një brum, sikur kur përgatisim bombica, duhet të ketë atë densë. Mua më deshën 720 gram biskota, pra varet edhe nga lloji biskotave të cilat do t'i përdorni, andaj mos i shtoni të gjitha për menjëherë, një pjesë nga biskotat lëreni dhe kontrolloni se ajo është bërë tamam brumi. Tani marrim pak nylon foli dhe e shtrojmë në tavolinën e punës që të mund t'ja japim formën më mirë ëmbëlsirës. Dhe tani me ndihmën e nylon folis ja japim këtë formë. Unë do t'a bëj pak në formë kështu si më katrore që të mund t'a dekoroj pak sipër. Pasi ja japim formën, e shtrojmë tani në një pjatë edhe ku do ta shërbejmë ëmbëlsirën dhe vazhdojmë që ta dekorojmë sipër. Sipër mund t'i shtoni gjithçka sipas dëshirës së juaj. Mund t'i shtoni çokoladë, mund t'i shtoni Nutella, mund t'i shtoni krem lotus, por unë sot do ta dekoroj me krem fëstëku. Tani sipër do t'i shtoj shumë pak fëstëk të bluar, mund t'i shtoni edhe ora të bluara. Dhe të dashur miq, ëmbëlsira është gati. Mund ta shërbeni menjëherë, mund t'lejoni të ftofet në frigorifer për 20 minuta, por nëse nuk ju pritet kështu si unë, është e gatshme për ta shijuar menjëherë. Shpresoj që do ta provoni edhe ju. Do ta shijoni dhe do ngelni të kënaqur edhe nga kjo recetë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.